në barë, që është me busqeshi që janë nest, Edhe një ty? edhe kështu që faleminderit. Unë mendoj që vendasit ju kanë deri vonë, ma mik prica, po tash mendoj që merr gëtartë. Çka i bani me ndryshu vendasit pra? Vendasit i bani me ndryshu jeta dinamike, që ato që thatë edhe ju më herët pajtona me juve që përpara nashta ju kanë pak ma, që ju kanë në punë, nashta kanë pas kohë pak me nejt, pak ma shumë, tash mendoj që edhe ati u bos që kur këto, se cili njeh punën, se cili ka punën, edhe kështu që do me thonë edhe na kur vina atje, se cili ka punën e vetë, se cili ka ato, s'ka vak me nejt, ajo del me pit kafe mbrëmja s'del, do me thonë kështu që u bo si këtu si atje, po prapën e mendoj që për shembull kur të marrë dikush në mergim, e po një farë lloj aranzhimi edhe vjen. Do me thonë, kur vjen këtu. A na kur shkojnë atje nuk e këshyrin, ja ka nis do me thonë se cili pishy interesat e veta dhe mendoj që ka ndryshua. Përpara po, e kanë lënë edhe punën, e kanë lënë gjithë shkafin edhe tu kanë përkushtu në farë mënyre. Tash mendoj që u bo. A i prishin planet mërgjimtartë kur vim na atje? Tash pak ma problem, që se nis na për vetit po. Unë për shembull tash i kom pas dikon Ç'a ndodhi? kanë qëndru 2 javë, të kanë qëndru. Berat lutem edhe një herë, a mundër sepse unë dal diçka. Po thomë, që se nis na për vetit, unë i prish i planet. Do me thonë unë i përkushtuna, që se fuli personalisht për veti. Për shembull tash unë i pata para vitit 3 dhe mbas vitit 3, 2 javë dit i pata dykon 10 antar, normal, kuptohet familjes tembe, dhe unë i largë gjithçka. Tani pak ma vonë me ndjerë pata, prap pata musafir, prap i prisha planet e mia. E unë kur shkoj në Kosovë nuk i prishin.